Qysh i ka thonë pejgamberi alayhi sallam Muadhit radiallahu ta'ala anhu, i ka thonë ittaqillaha haythu ma kunt. Ruju nga dënimi i Allahut edhe ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Kudo që t'jesh. E në veçanti të ndërrozën njeri kur është në vetmi. Kur është në vetmi. Atër Allahu të barë këta në vetmi, punë të mira, shumë fish i shpërblen. Ma shumë se kur janë publike. Edhe në vetmi, mëkati është ma i shëmtu. Nëse njeri e bën mëkatin, duke e nënçmu shikimin e Allah ndaj tij. S'është më rëndësi që pesha Allah, më rëndësi njerëz po më shohin, apo? Njerëz po më shohin. Ai ruhet për njerëzve, nuk ruhet për Allah ta xhalla xhalu. E mëkati në këtë ndjenjë është më i shëmtuar. Është më i keq. Nga sa ai e ka dërt njerëz mos shohin, njerëz mos flasin. Nëse shpëton nga sytë e njerëzve, nëse shpëton nga qërtimet e njerëzve, pastaj për tjerat ai nuk e ka gale heq atë. A shë Allahu te barek o tala, a shënojnë me lajke veprën e tij, ai këtë prëm se ka. E kjo është likësi. Kjo është tregues i likësisë fatkeqësisht se njeri është totalisht i shkputur nga ndjenja se Allahu po e përcjell, nga bindja se Allah e ka dorë. Se ka këtë problem fatkeqësisht. E kjo likësi.